Të duash dhe të thot të ish pranë dikujt në dritë dhe në errësirë, të ndash ëndrat, frikërat dhe buzëqeshjet dhe të kuptosh se dashuria e vërtetë nuk është vetëm për të marrë, por mbi të gjitha për të dhënë pa pritshmëri, duke ndërtuar një lidhje që rritet dhe lulëzon me çdo sfidë dhe çdo ditë që kalon.